Dhënien e më shumë kompetencave njësive vendore, Kryeministri Edi Rama e sheh jo vetëm si detyrim ligjor, pas ndarjes së re administrative, por edhe si një mundësi zhvillimi, pasi mungesën e tyre e ka përjetuar vetë kur ka drejtuar Bashkinë e Tiranës. Ajo çka ne kemi paralajmëruar duke e konceptuar ndarjen e re territoriale, jo si një shumatore bashkimesh mekanike të njësive gjeografike, po si një proces shtet ndërtues për të transformuar njësitë e trashëguara administrative në njësi zhvillimi ekonomik, nuk ka qenë një fjalë goje, as një lumë fjalësh në fushatën e shkuar zgjedhore. Në takimin me kryebashkiakët, shefi i qeverisë tha se ishte i vetëdijshëm në ndikimin e politikës në këtë proces. Duhet ndaj me ju lumturinë që historia e SMS-s në fushat ka dhënë rezultat shumë pozitiv dhe jam edhe më i lumtur që mes jush është edhe ai që kishte frikë se e shikonin me mua. Marrëdhëniet tona nuk ka parti dhe nuk ka pengesa të krijuara nga lufta e natyrshme politike mes forcave të ndryshme politike që ne përfaqësojmë fatmirësisht apo fatkeqësisht. Duke u ndalur në detajet e decentralizimit, kreu i qeverisë foli për reformën e ujit, për mundësinë e dhënies së disa përgjegjësive bashkive mbi sigurinë, si dhe për të ardhmen e institucionit të prefekturës. Që është një strukturë sot për sot as mish, as peshk, as pul. Një strukturë që ka disa përgjegjësi që edhe ajo nuk i ekzekuton dot dhe ka dhe disa përgjegjësi të tjera të marri dhe të shofi çdo gjë që bëjnë kryetarët e bashkive, t'ja u kthejnë mbrapsh historira që krijojnë një mbivendosje që ju e dini më mirë se unë, ata që e dinë, që shpesh herë është dhe arsye, unë ta mbaj, kaloj erknej, ta shohim etj. 61 bashki do të përfitojnë asistencë teknike për të evidentuar të gjitha mundësitë për zhvillim. Për këtë qëllim u nënshkrua edhe marrëveshja me PNUD për konsolidimin e të gjitha njësive të pushtetit vendor.